rrugë. Po, Rusia nuk ka mohuar masat e ëndrat e Rusisë cariste. Ato e ke parasysh zoti Putin flet gjithmonë për Rusinë mesjetare, kur fillon bën falimet e tij, fillon me mesjetën. A mund përfitoj Rusia nga përplasjet që ka Trump në këto momente me aleatët perëndimor evropian sidomos? Rusia e kupton që kjo administratë amerikane është shumë e gatshme të japi fund luftës dhe mund të përpiqet të marrë maksimumin nga kjo gjë. Por nga kjo të thuar se administrata amerikane do të toleronte Rusinë që të shkonte përtej kësaj, pra përtej objektivave që ka vendosur vetes në Ukrainë, dhe nga të cilat duhet të heqë dorë për të paktën nga një pjesë e objektivave maksimale për të arritur një rrugë mesme. Imagjinoni pra të poshtoj dozën, pra zoti Trump ka treguar që është ndjerë i fyr apo i prerë në bes nga Putini, ka kërcitur dhëmbët dhe nuk mendoj se zgjerimi i rrezës luftës më në brendësi të Bashkimit Evropian do e bënte administratën amerikane më të butë apo më toleruese apo të mbyllë një sy. Mendoj se do kishte një kundërreagim më të ashpër se ajo që vendosi embargo naftën në vendeve treta që importojnë naftë dhe gaz nga Rusia. Mendoj se do kalonte nga plani që unë e kam parë gjithmonë, plani amerikan për ta mikluar Putinin, për ta sjellë rreth vetes që dhe ai pastaj të vinë ato që duan interesat amerikanë deri në parë pike, do kalon një politikë tjetër, mendoj. Çfarë do bashkuar, do ndryshojnë strategji diplomatike. Nëse shohin që jo vetëm pallen nga Putini, por dhe kërcënohen që aleanca strategjike shekullore amerikane të shkërmoqen në të rënd lapsit brenda një tarveçarit një administrate presidenciale dhe ishte pa precedent. Kështu që mendoj se Amerika do të kthente kurs të pikë. Kur them përplasjet e Trump me aleatët evropian, e kam parasysh faktin e përçarjes serioze SBA Danimark për Groenlandën. Dakor, po duket serioze, po pastaj danezët vazhdojnë bën tregti i armësh me amerikanët, pra nuk e dim se sa serioze është realisht kjo gjë. Ndërkohë që të gjithë në kursin e diplomacisë amerikane për ta bërë Evropën që të ndihet më e përgjegjshme për forcat e saj, për të riarmatosur, për të qenë self-sufficient, pra për më eficiente me forcat e saj, e shoh dhe si një tregti, një biznes të mirë që i shërben interesat amerikanë në funditës, se flasim për Evropa nëse fokusohet usharakisht dhe me municione, një pjesë mirë e kësaj do vërshon nga Shtetet e Bashkuara. Pra nuk kemi një heqje dorë totale nga Amerikës nga Evropa. E njëjta gjë dhe çështja e Groenlandës dhe Danimarkës i shoh si kuadër të agjendës zotit Trump për të trazuar të gjithë kartët e politikës tradicionale të dekadave të tëra. E kuptoj. Mendoj se në kohën kur Evropa rrezikon të pushohet nga Putini, do të vinte një kushtues tjetër që është Amerika, dhe ishte në limitën e marrëzisë pastaj. Qartë. Në këtë analizë pra dhe independent, pika e dytë e nxehtë gjeopolitike në prag të përshkallëzimit ose që duket e ndjeshme drejt përshkallëzimit është pikërisht Amerika e Jugut. Papritur na del Amerika e Jugut, Venezuela me naftën e saj. Ambicia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të dominuar si një fuqi globale pra e naftës. Por kjo mund të sjellë paqëndrueshmëri apo jo, Sokol, pikërisht në rajon me shtete si Ekuadorin, apo Guajanën, apo Kolumbin. Pra, a mund të ketë ndërhyrje të SBA-ve në Venezuelë, si mendoni? Pra, ka një dyzim politika e zotit Trump në spektrin ndërkombëtar. Sepse po të shohësh në tërheqja nga NATO dhe lënia e Ukrainës deri diku në fatin e saj, kërcënime të paktën, dhe gjithashtu dhe mbyllen në guackën e inter problemeve të brendshme të Amerikës, siç është emigracioni, dëbimit e migrantëve, forcimi i kufirit, dhe tashmë goditja e karteleve të drogës që rrezikojnë kufit amerikan, dhe ndërhyrja në territore të Amerikës së Jugut që janë më pranë interesit pra të Margës për ta bërë Amerikën të madhe sërish, duken si një qasje konservatore që kanë bërë të president të tjerë në të kaluarën. Por pastaj në thelb vim tek tregtia e armëve për vendet e NATO-s, vim tek një zgjerim territorial i synuar me Groenlandën dhe vim ke një tregim muskush në dyert e gjitonëve të Shtetit të Bashkuara, siç është Venezuela, dhe të gjitha këto pra në fund ditës nuk duken pastaj politika se aq jo konvencionale dhe aq jo atipike, sepse Shtetet e Bashkuara kanë bërë gjithmonë këtë. Kanë rrëzuar qeverinë e zgjedhur presidentin e Iranit për të marrë industrinë e naftës për të dhënë një konglomerati franco-anglo-amerikan,
Të njëjtën gjë po synoj tash me Maduro, sepse ka diktatorë shumë të rrezikshëm të Maduro, qoftë në Amerikën Latine, qoftë edhe në vende të tjera të botës, që mund të shqetësojnë interesat gjeopolitike amerikane. Nga ana tjetër, zgjerimi territorial me Groenlandën nuk mund të ndodhi, përjashtoj që jo, duke u ndalur Duke u ndalur te Venezuela, një ndërhyrje, një pushtimi i Venezuelës mund të përsëritë